stay till death took me out, but then you fucked up and gave me the gun. So I'll give you one more shot. You think that I'm crazy, I know. If you wanna leave me, then go. Blood on my hands, already dead, but I'll give you one more shot. Your body is cold, but I'm hot. You think that I'm playing, you know how this ends. I'll put you to rest with one more shot. I used to hold you all through tonight till I saw the purple. Well, under your eyes, well, I'm not surprised. You're still doing drugs, but like to pretend that you and that girl only just friends. I saw the whole truth, that bruise on your neck. Oh, I could just kill you. Well, that just depends if you're sorry. Want me to forgive ya? If you want me to, I could give you just one more shot. You think that I'm crazy, I know. If you wanna leave me, then go. Blood on my hands, you're already dead, but I'll give you one more shot. Your body is cold, but I'm hot. You think that I'm playing, I'm not. You know how this ends. I'll put you to rest with one more shot. Faleminderit. Mua më pëlqeve shumë. Pse? Sepse mbas 1 minute që ti fillove të këndoje, kur fillove akuten e parë lart, mua më bëm mishi kokra. Faleminderit shumë. Dhe kjo për mua është gjë më e rëndësishme, që ti arrite spaku mua të më transmetoje emocion. Pastaj nga ana teknike, ke një zë shumë të bukur, ke një timbër shumë të bukur, interesant, ke një mënyrë të kënduari shumë interesante, je intonuar ndonse pate disa momente në pjesën e dytë të këngës paqartësisht, natyrisht nga emocioni. Por për mua ti do të jesh këngëtare në jetën e ardhshme, dhe për mua është simpatike. Shumë faleminderit. Linda, mua njësoj si Elsa mendoj që kishe teknikisht disa momente, po si duket emocionet e tjera, dhe personalisht mendoj që sot nuk e shpalose të gjithë hapësirën që ti doje ta jepje. Megjithatë, kam përshtypjen që pas vlerësimeve të sotshme ti do të kesh një moment të dytë që ta rijapësh të plot, edhe nga muaji po. Shumë faleminderit. Hajde. Edhe mua më pëlqeve shumë. Ishte shumë bukur, po saqerisht interpretimi me duar, me sy, me kokë, me gjitha, edhe veshja po më pëlqen. Shumë. Mendoj se zërin tënd të bukur do ta dëgjojmë edhe më mirë në një këngë tjetër, sepse kjo mu duk pak që shije personale mua nuk është se më pëlqeu kënga tepër. Mendoj se një këngë tjetër do ta vë vokalin tënd më shumë në pa. Ka që nga unë e ke një po. Shumë faleminderit. Unë nuk do të analizoj shumë, sepse në panel, juria këta janë këngëtar, janë të këti zhanëri, muzikës, unë s'jam e këti zhanëri, me i thatë dori me fjalët e Elsës, kur bëre akuten lartë, por edhe akuten poshtë, ty moj vajzë të këndoj sytë, flokët, trupi, çdo detaj ti interpreton shumë bukur, e përcjell atë sikur ke kohë në skenë, bravo! Shumë një faleminderit. pot madhe ke edhe nga unë. Ka vërtet. Ke për biletën për Lubian? Jo. Jo. Biletën për fazën tjetër e ketë paktën këtu. Të këshirëm? Kush të pëlqen më shumë nga antarët e jurisë? Ketë shumë të mirë. Aha, për një. Jo, veç një. Kush? 3, 2. Jo, kë kështë merak më shumë, se mund të thoshtë ndonjë jo. Adelina. Adelina e kështë më merak, pse, se është më kritikuese. Edhe më me jem, kërë unë e vëgjel, e ka dosh shumë Adelinën, edhe pe vëgjelisë e ka dosh shumë, edhe ka thonë muë
Për Adelinën do të me më mojtë për zemre. Okej, po besoj është bërë qefi shumë tani që Po, mori këtë, po. po. Suksese shumë. Shumë faleminderit.